Përshëndetje nga shkolla Udha e Shkronjave. Unë jam Artur Shkurti. Në këtë regjistrim do t'ju lexoj lahutën e Malësisë, kënga e 12, Marash Udhësi. Sot është data 30 nëntor 2025. Këngë e 12, Marash Udhësi. Te një mriz, te një lajthi, kishin ndodhur 3 bari, 2 me dhen e 1 me dhi, njani plak e 2 të ri, Marash Udhësi e t'bit e calit, 2 djelm të letë si shpes të malit. Marash Udhësi i Udhës Mehmetit, anë e man i kish radetit, kishte pa pronet e mbretit, qak prej hotit u e zanfili, der ku pishet buka mdjeli. Pse sa kje Marash i ri, i pa dal mretit në shtri, me armë dor, me zjarmë gji, si që doke ashtë shqypni. Buri fort e trim si zana, armët i kjen këti baba e nana, bab Tagani e nan Breshana. Vlla e motër 2 pistolet, 2 gjarpnusha prej Stambollet. Ky ke lupun edhe gjetun, pat ken thirun edhe vetun, en kushtrim, en gjysht bajrakut, en dërpre Markaradakut. E kudo që i doli pria, aty i dajti edhe trimnia. Por si kripit i rabora, e la kama e la atë dora, edhe i shkrefi armët besnike, një ato armë që në kohë jetike panken dera e arpnis kreshnike, e na doli bari malit, i shmrijak me t'bit e calit. Prore, mashi djelmve të hotit u kalzote pun të motit, pun trimnie, si shqiptari mbas lirie, e mbas besës e zbardhës pe, bate dekën si me le, e u përmente ore zana, edhe u thot shumë pun të mdhana, për lugat kur zehet ana, e për luft që me dragona, ban kul shedrën bisetona. Edhe i njifte a i masmirit, sa drangoj janë rodit e të njerit. Sa drangoj janë rodit të njerit, mbi rand tjedhne e murd vezirit, prande e doshin gjithbaria, e ndigjoshin fjalët e tia, si ka pushka ashtu ka urtia. Por shka zot ka mashi sot, që na avra e nuk banza, a thue i rabisha ndërbere, ja se tokët i mbetën djere, ja i punojt ngratit reziku, pa buk në shpi me e gjetën miku? U kun bere si kara, pse kur Marashi suada, nuk kisht mbetun ky pa e pa, me pas pa edhe e kisht vra. As si met këti nder borzhlia, me i qindhen që ka të shpia, s'len borzhli me i vojtun të birit, edhe misht ja pret mas mirit, si edhe qet që i ka si buj, si alan djerë tokën kërkuj, por as vetë shka ka se di, vetë se u thot shmërijakve të ri. Pa një gjoni o djelë të mi, diku i pun sot më ka qëllue, as nuk kam si ripa shkue. Njëherë pse me pas për të pështue zogu dore pasha muë, von ke për të zan, fjal i moqmi si e kalan, se sa ri, as vetë se di, se një javë, as e një muaj. Zoti e di, nuk mund t'a quaj, por në kje thanë prej Perëndije, mos me shkel unë ma më këto hije, mos me uzan ma pun trimnie, zbardhës ko që ka prendue, ju djelm, u kjo shatrue, për njatë që vran e këthil, me ma mbajt ju sot një këshil. Amanet, unë jam të ulan, me ruet gjan, me këqyrun stan, armët e mbushne mos me i dhan,
me shok tuaj kur mos me uzan. Mos me uzan, as mos me nga, pse në ditë ngush këta u gjindën vlla. Si me pushk, ashtu me uha. Tujnë me fjalë mos ta poshtnoni, bukën para por t'ja shtroni. Në shqiptari si a ken zakoni, me i besu e mos i besoni. Edhe në mend kinje një fjalë, zemër spryt me i lanun dal. Fjalët për paj kur mos me i ndal, uj turbut mos me i ra. Mos me dalun vat pa va, me i ruajtun rasës sëlmuame. Me i ruajtun rasës sëlmuame, me i ruajtun shakës së tërbueme. Me i ruajt po grue sëlshueme, vendin tuaj me dashperore, me ruajt bes, mos me qartë ndore. Kështu tha mashi, en kamu que, vu gjurdin edhe u shtërngue, edhe i njiti armët mizore, një ato armë që zdishin ndore. Pse ndort mashit guri i vlore, ndeste flak, po flak vetime, epte gjam, një gjam bumblime, por sirfeja kur shkrep malit. Lam të mirë, thot djelën vetsalit, ven breshanën bicept krahit, e tu djergun hije sahit, brinja i shpatit, ja ben stare në kryet sahatit. Po zot mashi ka ato e shkue, që në për shpat e në për prue, po vjen hapin të shpejtue, thue i 10 vjetë si ka kalue. Gjenovic, marashja nis, ke qun mula me konis, ke qun mula shpje rept, ku hambuk i verpt e i shkept. Nat fist hotit, shpje par, djal mbas djalit bajraktar, prej mjes ditet të era djeli, në Gjenovic, kapet a i fili. Gjenovic të kullaqunit, natë kull bardh mbi kryet katundit. Mirë se gjaj orë quni mulës, po i thot mashin dert kullës. Mirë se vjen ti marashuci, ja kthen quni, po ty të shtënguci me lëshu e gjan, me lanun stan, kështu mu djerg zhegut në këtan, a është gjatë keq, a veç po drue, pse në armë sot po të shof shtrëngue. Sa gjatë keq, jo, ndërbari, por nuk di si a për malësi. Zoti mirë ka me punue, në kjofë se besën s'kemi lëshue. Kam ken Shkodër, mbram kam ardh, ke qaj miku faqe bardh, cilin e njefti prej qka hmotit, em ka marrë besën e Zotit, me kuvend, me kren të hotit, për një fjalë e jo ma vonë, se në këtë natë të kisha jonë, qoju fjalë pra kren vetë vendit, të dalin brigjen lokt kuvendit, se do të dal një herë të shpia, me i shestu do pun të mija. Nesër në Shkodër prap do të veta, ke qaj miku ju gjatë tjeta, ta ketë ndim malësia shkreta. Kështu, tha mashi e duel me shkue, në përpisht zhegut pa pushue, si shte ngaja me hutue. Njaj qun mula thot një fjalë, madhi Zotit kjo shra fal, ndër dy pun njana do dal, ase i shkojmë mretit në ushtri, ase luft ke me malzi. Si kjoft mar ashtu e bab Zoti, orën quet, por e ka hoti. Po u qoj fjalë ta shkren vetë vendit, të dalin sanden lokt kuvendit, aty punët ke me i peshue, mande i dalët si kjoft gjikue. Lahuta e malësis, kanga e 12, Marash Utsi.